Ilir Canolli është boksieri I radhës që tashmë ka nisur të arrijë suksese në Evropë dhe botë. Canolli fillimisht karrierën e filloi në Thai box dhe kickbox, kurse tashmë Iliri ka kaluar në boksim profesionist. Gjatë një bisede për radion ton, Ilir Canolli ka thënë se është I kënaqur me rezultatet që ka arritur në Thai box dhe kickbox, ndërsa në boksim profesionist synon të arrijë titullin e kampionit të botës. Ta dëgjojmë intervistën e realizuar me boksierin Ilir Canolli. Ilir, faleminderit që ke pranuar të jesh mysafir në emisionin e sportit Sprint të radios Blue Sky dhe ne të urojmë në saadje. Faleminderit për juve. Me siguri se dëgjuesit kanë dëshirë që të njohin pak më shumë në lidhje me karrierën tuaj si profesionist në boks, pasi që ne e dimë që ti derivoni marrë me kickbox dhe Thai box. Po, karrierën e profesionizmit në boks profesionist kum kalu në vitin e kalun, në mars, ku kum pas në ndesh në Londër me Mark Lewis me 5 mars, po gjatë motjes ka informuaj se kush jam monet dhe ka botë reken nuk ka nuk me ndesh, dhe mund të aty kum fillu mo karrierën profesionizm. Meqin e parë, për të mëne, kum bon këtu në Kosovë, kum bon në Kosovë, kum bon pej, po në njëjtin muj. Tani meqin e dy do mon në profesionizëm e kum bo në Londër, në Bethnal Green, është York Hall atje, kundër Ronaldas Cesena I Lituanijes, ku kum mujt të mon me pik ato, ka qenë një bokser I mirë, cilësor, në mon ka pas rezultat shumë të mirë, edhe në amatorizëm, edhe në profesionizëm, në mon, në amatorizëm kish pas për miqta lufta, ku shumë pak ish pas 3 humbje kish pas domon amatorizëm, në profesionizëm domon 4 ka pas. Meqin e tretë kum pas me 3 vjetor kundër Aleksej Stankovic, është Rus I Lituanijes, ku ka qenë 6 herë kampion I Lituanijes, bokser shumë I fortë në heavyweight, kategorinë supertonën. Ju ndesh me domon, po përgatitjet që kum pas shumë të mira, kum pas ndër trajnerat më të mirë në Britani të Madhe, kum po përgatitje të kualitetit të lartë dhe kum sfidu domon për 45 sekonda, meqin domon mundin e parë. Dhe kem poshtë. Po kum poshtë. Sa I kënaqur me sukseset e arritura? Kuptohet se unë jam të urrej veç për pik njëherë, ka funi vitit me urrej për titull Britanisë të Madhe. Jam I kënaqur me të arritjet të mia, kum fillu ndër bokserat e mram shqiptar domon në vitin 2011, kum fillu domon profesionizëm. Tash vendina I tretë shqiptar domon në botë për shqiptarën në Gozovejt, ku ka pe bokserave që janë pe 2006, 2005 e tjerë domon që janë rendit hala domon që kanë pik, kanë arrit pik. Jam rendit sa që në botë domon I 247 jam qashti, ju më kalu me qëtë meqin e mëram dhe moni më kalu 287 vetë, po mënoj ka qërshori dikun me arrit I 5-6 retin në botë. Ato edhe normal kanë shprej interesim shumë sponsor, shumë promotor të forë, dhe moni si kur Sauerland, Frank Voram, është të njoj Amerikës, po me amën nuk të kujtohet, kanë shprej interesim, po kur vi 6 retin, 7 retin me ndikje dhe moni, ato kanë me pos interesim me matë marë. Jam I kënaqur me sukses, po mënoj që kam pas një sukses edhe më të madh. E kanë vlerësu edhe Sauerland, këta promotorët e Gjermanisë, kanë shkruar ata me analistat e vet, kanë po domon kualitetin e talentin, I kanë po gjithçka të temën, kanë po edhe testin, kanë po boksera prej atje për sparring, kanë po domon në Londër kanë pru, edhe kanë po ata që jam me ardhmja e boksit profesionist Kosovej. Në 7 prill do të kemi meqin e radhës në Londër apo? Në Londër. Kush do të jetë kundërshtari? Mi kanë caktu do kundërshtar, po është probleme që po duhen në më ngrit në pikë sa ma tepër. Edhe që dy që I kum po, nuk im koni knasht me kualitet tyne, edhe e kanë pas rekordin jo të mirë, se duhet me të njerin të atje që kam Londër, me gjithë këtë bokser, diçka ma rezultate ma të mira. Normal, unë përndoj me sfidu ato edhe me ngrit me pikë, se sa ma I fort kundërshtari kur të është, nëse sfidon, merë pikë ma tepër, merë pikë. S'kum pranu, mi kanë tek 2, po s'kum pranu nëjse. Jo që janë këtë fort, po dopt janë konë. Tash prili është shumë afer. Po. Ju me siguri se jeni në atë periudhën që jeni duke u përgatitur. Po, të u përgatitur me shkum fillu. Ku po I zhvillon përgatitjet? Jam të zhvillu tu në Prishtinë, në vështrej kam trenerin, është trenerin tem që kum pas edhe në Thai box, kickbox që me ndishin, që ai ma den kalipet ma shumë se tonë, edhe vetë përgatitna. Cilat do të janë synimet e juaja në boksim profesionist, pasi që tashmë veç jeni? Kuptohet se synimi jam është me arrit titullin e kampionit botës. Ama njëherë për njëherë do të me arrit titullin e Britanisë të Madhe, që shpejti pritet me arrit, tani të shyrni për Evropian për titull të botës. Sipas disa informacioneve që kemi, ju në kickbox njëherë jeni shpallur edhe kampionit botës. Njëherë jam po, I shpallën kampionin botëror,
kem shpall në vitin 2009 në Spanjë, ku ka qenë kuptuar që vështirësi shumë e madhe, se jemi komë në shtet, që na kanë njohur si shtet. Aty na pas gjithherë neve si Kosovë na kanë injoruar, nuk na kanë këshilluar me aktinin e mirë, na kanë nënçmu. Aty në Spanjë u kon shumë problem, ka duhet me fitu ti 2 herë dubbel për me numëru fitore. Po kon e veçantë ato që kemi pas edhe shtete që se kanë Kosovën si shtet. Për shembull, kon Rusia, ku ndeshën edhe me Rus, me ukrainash, iranian, kinez ka pas, këto shtete që se kanë Kosovën si shtet. Kena marrë pjesë domona ato edhe kena sfidu më shkurt. Edhe është e veçantë atje që në për çdo kampionat botror që marrin pjesë, çdo shtet merr pjesë, po marrin pjesë edhe ambasadorët e shteteve tyne, edhe i kthyen zonat e vet për safrën, edhe janë të obliguar ambasadorat me gazetarët vet janë me informu shtetin e vet për zonat e vet që ai shohin për safrën ato me informu shtetin, më thonë se ky fitoi ky hupi. Po ata vetë në pikujna, por kanë treguar që për Kosovën për shembull, u kon lera më për Kosovën, po këtu nuk na vlerësuan sa duhet. Kum fitu në Thai box, e ku morë vendin e dytë në botë, ato në kickbox vendin e parë domon. Kampion në botë, ato në kampion, në Thai box në kampion. Çmimin e parë që e ku morë rëndit ndër sportit në botë, u kon në Gjermani, në Berlin. Në 2008 ka qenë ato ku jemi sfidu me kundërshtar shumë të fortë, kvalitet shumë i lartë. Na domon e kisha për herë parë që më sha pjesë në një kampionat botror. Konkurenca shumë e fortë. Po, shumë e fortë. U rresha në 2 disiplinat, kickbox dhe Thai box. Ku më arri domon në kickbox në kampion botror. Kum pas ndime te për trona në trovën e kum pas ndjer, tregishat komë që kum pas thyn edhe ju mrejta më on në finalen e Thai boxit. Me çeto lëndime. Me to lëndime kum arrit medalja e artë. Ju bë kampion botror domon në Thai box. Ju aktualisht po jetoni në Londër? Po, tash në Londër që një vit të shta. Keni ndonjë trajner të veçantë? E kam trajnerin Terry Dixon, është ndër më të mirëtit në betani të madhe. Kam edhe 2 trajnera të tjerë, është shqiptar që ka edhe fakultetin e boks të finë. Po, është ato kam veç përustime e fortë domon, patron Bici, është shumë i mirë. Jam shumë i kënaqur. Ato punohet shumë. 2 herë në ditë domon bojna trening. Cila do të ishte porosia juaj për bokserët e Kosovës? Ne e dim që këtu janë kushtet mjaft të vështira dhe është shumë vështirë të deportohet. Unë për këtuit ku marrit rezultate krejt, po veç me punë mos më u thy. Po zvonat sa më tepër, se sporti luftarak ndon punë, po punove shumë që më arrit, nuk punove këto veç me dash në pas kjo punë. Do të punu shumë. Do të punu shumë, sidomos në sportin luftarak, në sportin individuale, ku je vetëm duhet përgatitje shumë e madhe fizike, psiqike, teknike. Kuptohet na shqiptarët jena për sportin luftarak jemi ma shkaf, se kemi prirje, ma shkurt, kemi natin, kemi vendosmërinë, kemi guximin, kemi gjitha e veç punë. Atër ne të falenderojmë shumë, edhe një atë që gjetët kur t'jesh pjesë në emisionin e sportit Sprint të Radios Blue Sky dhe në emër të redakcisë së sportit në radion tonë, ne dëshirojmë suksese të më të qeshme. Falenderoj juve për ftesën, gjithë mirat. Suksese. Dëgjuat edhe intervistën me bokserin profesionist kosovarin Ilir Canolli, ndërsa në vazhdim disa nga sukseset e bokserit Ilir Canolli janë këto. Në vitin 2004, Iliri u shpall kampioni Kosovës në full kontakt. Menjëherë, në vitin 2005, Iliri ishte kampioni Kosovës në kickbox. 2 vite më vonë, pra më saktësisht në vitin 2007, ishte nën kampion i Kosovës përsëri në kickbox. Në vitin 2008, kampion botror në Thai box në Berlin të Gjermanisë në versionin WKA. Në vitin 2009, Iliri u shpall kampion botror në Thai box në Spanjë në versionin WKA. Po ashtu nën kampion botror në kickbox në Potënjetën Gar. Në vitin 2010, Ilir Canolli ishte kampion i Kosovës, ndërsa në boksim profesionist Iliri deri më tani ka zhvilluar 3 meqe dhe në të 3 ka shënuar fitore.